Vajza, ishim te plazhet. Te plazhet. Pra, këtë fundjavë pata kënaqësinë, më thënë ditë shtune, u lyva me vaj, u lyva në ftyrë tjetër, sepse ftyra duhet të rruhet me tjetër numër. Nuk rruhet me njëjtin numër që rruhet trupi, që mbrohet trupi, si thotë. Ftyra e ka me 3 tehe. Pjesë të tjera zhytja. Po them filtrin, me 6 gjetsh në ftyrë. Që të mos rrudhemi e mos bëjmë në trup me 35, kne 78, kne, më që, kur vajta në plazh, u kisha mrapa i ka rrosë modhe, që e këtë të mira? Me vajra, kremrat dhe vajrat e plazhit, bukur. Që ta lënë të butë si byqa shumë njëse. Bravo, quni po ashtu, kur atë ke byqe që e ka të butja, po në që më të fortë, dhe në kremet e tje. Erdi momenti, ajde pa putëna, fa mujtë gishtave të ke plazhi, ke rona. Kishin ngordhur peshje. Sa frohet. Tu ufa zërë delit. O kapot, ka vila deti. Jo. Qa ka? Pesh, delfina. Si delfina. Po kisha e laqit, nuk tash isha Monako, në akuarium në Monakos. Isha në Durrës, Buzdetit. Në Durrës. Të kështu të bovë të mirë. E kuptova, e kishin zbrazur banjën publike brënda në det. Ja, se më ta zbrazësh banjën në det. Të shkurtër apo të gjatë? Kishte një autobus me ekskursionist prej Kosove, edhe rrafshi duka gjinit. I tha shunit, fishkolle pak. Babi... Ikim bab! Të mbush babi një govat në tarap. Që të pak të lash vetëm këtë qiqi jotë, mos lash këtë qiqi tjeve. Qa do bëjmë, tha shunit, si jena ly me krem, baba. S'ka problem, thash. Nuk ka problem, mërim shu djesë të na avullojmë. Pra, kemi folur para ca ditësh për një raport vjetor që del me gjithse për gjendjen e ujrave, ku lahemi. Kuptohet që del mbas i ka kaluar sezoni turistik. Del në shatore. Sa i ndotur është apo jo e ku derdhen e ku s'derdhen. Për të arsye patëm një sistem që do kemi një raport përpara se filloj mirëfillësi sezoni i ri turistik. Po ç'do përpara ti? Po ta di më vlla ku. Po jo më vlla, bëre ku ka kështu copash, ku me ndërteje kështu. Bëre plazhti. Po bëra plazh. Shtator? Po. After pushime. Po. Jo ul shtëpi lexo gazetën. Ku isha për plazh Limar? Mos! Qen kam larë në fekale. Bravo. Ku isha në Durrës? Mos! 40% niveli qiqit. Bravo. 400 më lartë se niveli europian. Kupton apo jo? Të ftohet kjo pjesa këtu. Mo i ka rënë një vath, më duket, ë? Ja ku është vathja sa është aty. Mere vathi. Jo, ka rënë është e kucës lera. Digje zotin Aurontare, i cili fletçar të pasër, për përpjekjet që po bën ai vetë, dhe ndoshta kjo situatë do të dihet përfundimisht vitin tjetër. Do zoti. Me ndërhyrjen e qeverisë gjermane. Nuk na ngel qeti, vetëm o do zoti, o zoti, do zoti. Inshallah. Hajde. Sezoni turistik tashmë është çelur në të gjithë Shqipërinë nga Velipoja deri në Saran, por nga ana e institucioneve përgjegjëse ende nuk ka një raport mbi cilësinë e ujrave në Bregdetin shqiptar. Kësaj here jemi drejtuar zyrave të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, ku kemi mësuar se ky raport do të jetë gati shumë shpejt pas përgjigjeve që priten të vinë nga Instituti i Shëndetit Publik. Pavarësisht përgjigjeve që do dalin nga ky institut, ato do i përkasin periudhës së dimrit. Nëse raporti del sot, kjo nuk kupton që ISPSH-ja ka kontrolluar nga sot, si thua, dhe gjithë deri në shtator. Gjë që nuk është e saktë si rezultat, sepse gjatë dimrit nuk ka impakt në det nga pushues, nga hotelet e tjera. Ne na intereson raporti që do të vi. Unë kam parë modelin se si e bëjnë që fqinjët. Malezi gjatë verës e bën çdo javë. Pra çdo javë ky kualitet kontrollohet për të thënë njerëzve që këtu është ndotur, këtu është e lejueshme, këtu është e palejueshme. Ne shpresojmë që të rrisin kapacitetin si njerëzor, si financiar, që analizat të fillojnë të bëhen çdo javë, pra siç janë kriteret botërore. Ka shumë mundësi që një financim i qeverisë gjermane që do të jepet qeverisë tonë, do të shkojë për mbylljen një herë mirë të kanalizimeve të ujrave të zeza në Bregdet dhe që me shpresë vitin që vjen, këtë çështje ta kemi të mbyllur. Faleminderit zoti Auron, faleminderit. Faleminderit zoti Auron. Them zoti Auron, sepse edhe njëri është djalë i ri. O zot boti herë në 2 javë, siç e ka bota. Herë në 2 javë. Këtë verë nuk e rrim dot. S'ka që verën tjetër. Shiko, jo, një apel shumë qytetarë, pa dashakeqësi. Ku shikoni ujra që shkojnë drejt detit,
Largoni 3-4 kilometra nga ajo. Sidomos ajo pjesa e Vlorës, që ka leja neke sa kalon portin e Vlorës, për shku ke ujë ftohtë, aty është një përrua dhe aty vlonjatët. Ore, figurë! Jo, minon, jo, mos u lani aty, mos u lani aty. Unë bëj një kërkesë shumë qytetare. Mos e bëni në det. Bëjni si që bëja unë kur isha fëmijë, shtriesha në rërë të ngrohtë, gjasme sikur po shtriesha në rërë. Mirë. Si shtrieshe pasaj me kurrisi për... Jo, e kam për të ujshme, për të hollën. Shtriesha në rërë, u kisha i vogël. Jo, puna është për se e holla dhe, S'ka problem. Në gjasme sikur po lexo gazetën kështu. Dërkoti ke një... Të bëhet një shikon. Natën e mirë, përshëndetje. Natën e mirë, dashuriq. Unë do shikoj Jennifer Lopez dhe, do më thënë, do shikoj gocat, duke me... Si është ajo, si thuhet ajo? Do shikoj gocat, do menoj Jennifer Lopez. Apo do menoj Jennifer Lopez? Do shikosh gocat dhe do imagjinosh Jennifer Lopez. Unë do shikoj gocat dhe do imagjinoj gocat. Unë atëherë do shikoj gocat, do imagjinoj Jennifer Lopez, edhe po i gjyj gocave. Rriti pak gocat. Unë do shikoj gocat, do imagjinoj gocat, se po imagjinova Jennifer Lopez do gjele me gisht të gojë. Okej. Vazhdojmë. Thonza,